Sot u shënua 15 vjetori 21 janarit një nga ngjarjet më të rënda në historinë e tranzicionit shqiptar. 4 protestues humbën jetën gjatë demonstratës së opozitës përpara kryeministrisë, ndërsa ngjarja vijon të jetë objekt hetimi tashmë edhe nga SPAK. Ndërkohë ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se ka dëshmuar në prokurori dhe se protesta ishte e dhunshme e paralajmëruar dhe me agjend politike të ndërtuar mbi sipas tij falsifikimin e një materiali audio-video nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. E gjitha kjo nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe për djenin tuaj janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor. Pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. Kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjerë me radhë, ishte protesta e bazuar, e thirrur mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, së bashku me Filip Çakullit, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, indjeri. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen, po zguxoi kur të thrasë Edi Rama. Hetoi, dënoi, sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak. Ndërkohë, lidhur me hetimet aktuale të SPAK, ish kryeministri mohoi çdo përgjegjësi personale duke deklaruar se ai ishte në detyrë dhe se nuk u largua nga zyra e kryeministrisë gjatë protestës. Unë isha në zyrë, punoja, edhe ato orë unë punoja. Jo, më thanë mu, hajde të evadoj, jo, nuk evadoj, më thash, pse do evadoj? Unë jam zyrë në punë time, më thuaj ti mua pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrë time, të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e së mund të note, kur, nuk e maju. Ja, kështu që, cila, po, sigurisht e ngjarja fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Për cila është, më thuaj ti mua, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë. Berisha shprehu keqardhje për humbjen e jetëve njerëzore dhe ngushëllime për familjarët e viktimave, por këmbënguli se përgjegjësia sipas tij nuk bie mbi të. Ai akuzoi sërish kryeministrin Rama se po e përdor 21 janarin për qëllime politike në një kohë kur sipas tij dosjet e tij janë nën vëmendjen e institucioneve ndërkombëtare.